Kriza e re politike e Shteteve të Bashkuara ka hyrë në ditët e saj të dytë, teksa presidenti Donald Trump e përdor mbylljen e qeverisë federale si një mjet presioni kundër opozitës demokrate. Në një postim në rrjetet sociale, Trump u shpreh se nuk mund ta besonte mundësinë e paprecedent që sipas tij e dhanë demokratët e majtë radikal për të ndërmarrë goditje të drejtpërdrejta ndaj agjencive dhe programeve të lidhura me ta. Shefi i Shtëpisë së Bardhë njoftoi se do të takohet me drejtorin e buxhetit për të përcaktuar listën e agjencive federale që do të preken nga shkurtimet. Trump ka ngritur tashmë financime për transportin dhe energjinë e gjelbër në shtete me prirje demokrate dhe ka paralajmëruar se gjatë kësaj periudhe do të pushohen nga puna dhe më shumë punonjës federal. Sipas planit të tij, numri i të larguarve mund të arrijë deri në 300.000 persona deri në fund të vitit. Zëdhënësia e Shtëpisë së Bardhë, Carolina Leavitt, ka konfirmuar se mund të ketë mira shkurtime të reja, por pa të dhëna detaje konkrete. Sindikata e punonjësve federal ka ngritur një padi për të ndalur këtë proces, megjithatë gjykata federale kanë vendosur që pushimet nga puna të vijojnë ndërkombëtare që nga raste gjyqësore janë ende në shqyrtim. Mbyllja e qeverisë ka pasur të menjëhershme rreth 2 milion punonjës federal nuk mund të marrin pagat, ndërsa afro 750.000 prej tyre janë të detyruar të qëndrojnë jashtë punës. Ndërkohë, kategori të tjera si ushtarë dhe agjentët e patrullës, kufitare janë të detyruar të vazhdojnë detyrën pa pagesë, duke rritur tensione sociale dhe presion ndaj administratës. Bllokimi në Kongres, i cili ka sjellë këtë situatë, ka ngritur rreth 1.7 trilion dollar fonde të parashikuara për funksionin e agjencive federale, që përbëjnë afërsisht 1/4 e shpenzimeve vjetore të SBA-s. Ekspertët vërejnë se mbyllja e tillë nuk ka pasur ndikim afatgjatë në ekonominë amerikane, por pasojat për jetën e përditshme të qindra mijëra familjeve janë të menjëhershme. Mbyllja më e gjatë në historinë e Shteteve të Bashkuara ndodhi gjatë mandatit të parë në Trump të vitit 2018-2019, që zgjati 35 ditë për shkak të një përplasje të ashpër mbi politikat e emigracionit. Këtë herë analistët paralajmërojnë se përplasjet politike mes Shtëpisë së Bardhë dhe demokratëve mund të jenë dhe më të gjata dhe më të ashpra, me pasoja të paparashikueshme për administratën federale dhe stabilitetin ekonomik të vendit.